Universiteti i Shkodrës Luiq Gurakuqi akordon titullin honoris causa profesor Lucia Nadin për kontributin e saj të çmuar në historiografinë shqiptare dhe veçanërisht të Shkodrës. Titulli u dorëzua nga rektori Tonin Gjura, i cili vlerësoi punën shumë vjeçare të studiueses italiane në evidentimin dhe promovimin e vlerave historike e kulturore shqiptare. E nderuar profesor Lucia Nadin, Shkodra ju ka njohur prej kohësh si miket e saj. Ajo ju ka shprehur me njohjen e vet, duke ju ndëruar si qytetare nderi. Sot, Universiteti i Shkodrës Luiq Gurakuqi çon më tej këtë mirënjohje, duke ju akorduar titullin doktor honoris causa në shenjë vlerësimi për veprën tuaj shkencore, kontributin tuaj të jashtëzakonshëm në studimet shqiptare dhe lidhjen e veçantë që keni krijuar me historinë dhe kujtesën e këtij qyteti. E emocionuar nga ky vlerësim, Lucia Nadin u shpreh se Shkodra ka qenë e dotëmbesë në qendër të studimeve dhe të lidhjes së saj shpirtërore me Shqipërinë, që daton prej më shumë se 30 vitesh. Dhe ajo pak kohë që më ka mbetur ende për të punuar, padyshim do të ketë gjithmonë në plan të parë Shkodrën. Shkodra tashmë nuk ka hyrë vetëm në studimet e mia, por ka hyrë edhe në vetë qenien time. Një nga kontributet më të rëndësishme të albanologes italiane mbetet zbulimi dhe botimi i statuteve të Shkodrës. Me veprën dhe studimet e saj, Lucia Nadin konsiderohet sot një nga zërat më të rëndësishëm ndërkombëtar në promovimin e historisë dhe identitetit kulturor shqiptar.